disa prej shteteve të Bashkimit Evropian nuk kanë qenë kaq, po themi, pozitiv në raport me Shqipërinë. Ka qenë kundër, Macroni ka qenë kundër. Jo, nuk po flas për këtë rast, po them që nuk kanë qenë mbështetës të për masave të mëdha, siç kanë qenë Shtetet e Bashkuara në raport me Shqipërinë apo me Kosovën. Pra duhet të jemi të vërtetë në atë që ka ndodhur në histori, kështu që Shqipëria bën mirë që është mirënjohëse ndaj Shteteve të Bashkuara dhe ndaj çdo nisme që ndërmarrin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se kush është president. Është Donald Trump dhe ka këtë qëndrim. Shumë mirë që Shqipëria është... Ka unison mes politikës, që besoj se kemi debatu. Po edhe mes shqiptarëve besoj, nuk besoj që ka kështu ndjesë. Tani, përsa i përket fjalimit të Ramës, në tërë tjera ka thënë sot që Bashkimi Evropian nuk e pranon bordin e paqes, ose mund të jetë një strukturë, një organizëm që do të zvendësojë Kombet e Bashkuara. Unë nuk jam dakord kështu. Tani, thënë këtë nga kryeministri shqiptar në mes të bordit paqes, mua më duket një lloj servilizmi ndaj Donald Trump. Duke patur parasysh një pjesë e vendeve të Bashkimit Evropian, sikurse është Gjermania, Franca, Britania e Madhe, nuk kanë marrë pjesë aty, e kanë refuzuar. Dhe në dash ose nëse synimi i bordit paqes është për ta zgjuar organizatën e Kombeve të Bashkuara, atëre le të vazhdoj, qoftë kështu. Por mua, kjo si një, domethënë tregon atë papjekurin, kompleksitetin e një kryeministrit e një vendit vogël. Nuk ka qenë konsistent Rama në raport me Trumpin. Për mendimin tim, në pjesën se si është shprehur për bordin e paqes, duke patur parasysh që Europa është ndar për bordin e paqes. Tani, duke thënë këtë, në Washington merr një lloj anësie të pavend. Përveç kësaj ka folur për fëmijët, është kujtuar zoti Rama në Washington flas për fëmijët e Gazës. Ndërsa disa kohë më parë në një fjalim në Knesset ka lavdëruar, i ka bërë elozhe kryeministrit izraelit dhe po ashtu aty u kritikua edhe në Shqipëri që ka mbajtur një lloj anësie, duke patur parasysh se sa mund të shkaktojë, se çfarë shkakton. Ka një ndjeshmëri të madhe vetëm në Shqipëri, por në Europë më gjerë kjo luftë. Domethënë kujtohet në Washington për të përmendur fëmijët e Gazës. Këto janë dy momente të cilat përveç pjesës së UÇK-s që unë e vlerësoj, po për mendimin tim, zoti Rama nuk duhet të flasë, nuk duhet të jetë kaq i hapur për çështje të cilat janë të ndjeshme dhe për çështje të cilat kanë dasi, sikurse është bordi i paqes sot në Europë. Shiko, Pranvera, se ne jemi në një fazë që bordi i paqes do merret vetëm me çështjen e rripit Gazës. Për momentin, po si shtos Aliani, më vonë do të merret me konfliktet në... Okej, po kjo e bërë më thjesht. Aty dolën qartë do ketë 17 miliard dollar që 10 japin Amerikanët, 7 popujt arab, të cilët normal që kanë interesin e drejt për drejt. Roli ynë do të jetë thjesht një grup ekip trajnuesish të policisë që do të ngrihet aty prej 12.000 vetash. Ky është roli ynë modest si i Kosovës edhe i Shqipërisë. Pra nuk ka asnjë lloj bare për Shqipërinë dhe Kosovën nga prania për momentin në bord. Kështu që kjo është se kthejmë temë të shiko. Se nuk është çështje teknike, është çështje diplomatike. Rama ka përfituar duke qenë te grupi, sepse ju e pat sepse diplomacia e Trumpit ndryshon, nuk është diplomaci tradicionale. I tha dhe presidentes Kosovës, qofse ke problem me Vučić, më merr në telefon dhe e zgjidhin. Dhe e njëjta gjë mund të jetë edhe për Shqipërinë, qofse ka problem, supozojmë Rama ose Shqipëria me Greqinë, mund të marrin në këtë rast presidentin Trump. Po pra. Jo, në rregull, problemin e kemi për shembull për ligjin e luftës ose për gjërat e natyrës. Po çfarë nuk ka rëndësi kjo? Rëndësi ka që mënyra se si punon Trumpi është e tillë që marrëdhëniet njerëzore dhe ti je pjesë e klubit është shumë e rëndësishme. Dhe Rama në çdo klub që shkon vesh kostumin e atij klubi, nuk ka një qëndrim fiks në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Palestinën, me Izraelin, me Turqinë, me Greqinë, me Trumpin vet. Po si ishte kjo çështja pra? Edhe një herë, Shqipëria ka një rol aq modest, i është lënë një rol modest në këtë bord. Kaq mbaron diskutimi. Ne jemi kështu nga frynera. Po jo mos është çfarë mund thot Rama në Paris për bordin e paqes përballë Macron? S'ka arsye ta diskutoj fare. Kush do të kërkoj? Edhe ajo që ndodhi në Shqipëri ishte një eurodeputet
i moshës thyrë dhe ai, se kemi tani jemi në epokën e moshës thyrë, që i kërkoi kryeministrit, i tha arsyet pse, ose jo kryeministrit, po ta ulan ballë, se kryeministrit kanë përshtypjen McAllister. Për të emrave ka një gjë. Por vetë, jo, ta çoj deri në fund, por vetë McAllister pranoi që BE-ja është ndarë për këtë çështje.